Genta Ismaili rikthehet me një projekt muzikor. Ja çfarë ka thënë ajo në një intervistë. Këngëtare e njohur shqiptare, Genta Ismaili, ka ngjallur interes dhe emocion të publiku me deklaratat e saj të fundit, duke lënë të hapur mundësinë e një rikthimi në muzikë pas një periudhe mungese nga skena. Gjatë një prononcimi në emisionin Weekend në Klan Kosova, artistja ka folur hapur për situatën e saj aktuale, duke theksuar se muzika mbetet një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së saj. Ajo u shpreh se ka dëshirë të madhe që të rikthehet projekteve të reja muzikore, sapo gjendja e saj shëndetësore stabilizohet plotësisht. Ismaili pranoi se kohët e fundit nuk ka qenë në formë më të mirë shëndetësore, gjë që ka detyruar të riqet përkohësisht nga angazhimet artistike. Megjithatë, ai bëri të ditur se është nën kujdes mjekësor dhe po ndjek trajtimet e nevojshme, duke ruajtur një qasje pozitive dhe shpresë plot për të ardhmen. Këngëtarja theksoi se mbështetja e publikut dhe dashuria e fansave kanë qenë një motivom i madh për të, edhe në këtë periudhë më të qetë të karrierës së saj.